Unë nuk kam dyshime, besoj çdo njeri arsyeshëm nuk ka dyshime që nëse Vučić do të ishte i lirë nga çdo lloj kufizimi për vendosur, ai do kishte mendi ke Moska. Për 1000 arsye. Ashtu është formuar. Por presioni, pikërisht për gazin dhe naftën, ka qenë shumë i fortë nga Shtetet e Bashkuara ndaj tij. Dakor, pa i thot nuk. Unë jam gati, thot, bashkëpunoj me kushtet e themi e leverditshme për neve. Nuk, po le të lirë atë ai ka mendjen tjetër kund. Kështu besoj unë paktën. E ka mendjen tjetër kund, por fakti që e pranoi gazin e lëngshëm amerikan? Po e pranoj me kusht. Nëse është e leverditshme. Të shohim se nëse mund dalë me analizën thotë nuk është e leverditshme. Dhe kjo do të varet nga zhvillimet politike. Presidenti Vučić vërtet po jep dorëheqjen si president, por është faktori kryesor në Serbi. Po jep dorëheqje nga jeta politike dhe ky është problemi i madh me këta të themi politikanët autoritar, të cilët bëjnë sikur të riqen, po ta futen në krahun tjetër dhe vazhdojnë të luajnë po të një rol. Dhe ai po përgatitet nga të forcojë rolin e tij nga presidenti i vendit, ku teorikisht është figurë publike, figura unifikuese e kombit, në kryeministër dhe pastaj edhe kryetar partie në çdo lloj rrethane, qoftë pushtet, qoftë jo, po unë besoj në pushtet sepse të tilla i ka kushtet, për të luajtur për të vazhduar për të luajtur rol themelor në jetën politike të Serbisë. Pra nuk po dorëhiqet në fakt. Përkundrazi, po bën sikur dorëhiqet duke konfirmuar edhe forcuar rolin e tij domethënë nga një pozicion tjetër. Dhe Maqedonia e Veriut është shumë pro LNG-s amerikane. Kosova e rrethuar gjithandej nga shtete që janë pro LNG-s amerikane. Edhe Maqedonia e Veriut, dhe kur fola me profesor Mersel Bilalin, ai tha për herë të parë unë kam parë entuziazëm nga të gjitha forcat politike në ngritjen e dorës dhe të kartonit pro një projekti të tillë amerikan. Po të heqin pjesën amerikan mbrapa që qëndron nuk diskutohet, themi pro një projekti që është interesant, që është i dobishëm për ekonominë dhe sidomos për sigurinë e vendit. Dhe ky është një vendim shumë i arsyeshëm. Dhe kjo tregon edhe më një herë sa i paarsyeshëm është vendimi i Kosovës për të ndetë më njanë dhe për të mos u bashkëlidhur këtij projekti.